Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Merr fund edhe ligjërisht martesa e Ilir Metës dhe Monika Kryemallit. Divorcohen zyrtarisht. Ilir Meta dhe Monika Kryemalli prej ditës së sotme janë të divorcuar me vendim gjykate. Gazetarja e njohur Anila Hoxha bën me dije se pas seancës së sotme u mor vendimi që çifti të ndahet nga martesa prej rreth 28 vitesh. Seanca u mbajt paradite pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, dhoma civile, ku zhvillua seanca e pajtimit si dhe seanca gjyqësore me objekt zgjidhje martese me paditës Metën dhe të paditur Kryemallin, ku të pranishëm ishin paditësi dhe avokati i tij. Pala e paditur e njoftuar nga gjykata me fletëthirrje nuk u paraqit në seancë pa asnjë shkak ligjor, duke i lënë gjykimin në mungesë. Në përfundim të seancës, gjykata vendosi zgjidhjen e martesës midis Metës dhe Kryemallit, martesë nga e cila kanë 3 fëmijë.